Kjo është ferma e gjyshit të malit. Këtu jeton gjyshi i malit së bashku me kafshët e tij. Ja tek është edhe gjyshi i malit. Mali sapo e pa gjyshin, vrapoi te ai. Duke shkuar te gjyshi i tij, mali mendoi: Sa kafshë ka gjyshi? Ai ishte shumë kurioz për numrin e kafshëve të gjyshit në fermën e tij. Derisa gjyshi i tij punonte në fermë, mali t'i erdhi në mendje diçka. Ai vendosi të shkonte. Unë po shkoj të numëroj kafshët. Kështu, para malit u shfaqën 2 delë në një grup dhe 2 të tjera në një grup tjetër. Ai mendoi: 2 plus 2 bëjnë 4. Të lumt. Pas kësaj, para malit u shfaqën 3 kuaj në një ngjyrë dhe 3 në një ngjyrë tjetër. Tani mali mendoi: 3 plus 3 bëjnë 6. Shumë bukur. Pas kësaj, mali pa 4 pula të bardha dhe 3 pula ngjyrë kafe. Ai tha me vete: 4 plus 3 bëjnë Nuk e di, duhet i përdor gishtat. 4 plus 3 bëjnë 7. Të lumt mali. Pas kësaj, mali pa 7 lepuj aty afër dhe 3 të tjerë që po vinin. Dhe mendoi me vete: 7 lepuj që gjenden aty plus 3 lepuj që po vinë bëjnë 10. Shumë bukur. Pas kësaj, mali vrapoi te gjyshi i tij që të numëronin kafshët së bashku. 4 dele plus 6 kuaj plus 7 pula plus 10 lepur bëjnë 27. Të lumt, kjo është shumë bukur. Faleminderit fëmijë, ju lumt.